u detyrova të bëj një spostim në agjendën time. Por ju do mësoni një gjë që është për Guinness. Megjithatë për rikujtes. Altin Dumani në Veting, për rikujtes, kjo është e radhës kaluar. Thot kam bërë kontrat porosie për blerje apartamenti banimi me sipërfaqe 127 metër katror me datën 18/8/2006 në një godin pallat 5 katësh pranë në rrugën në Tiranë. Vlera totale e apartamentit është 50.000 euro, shumë e shlyrë është 9.000 euro në momentin e blerjes dhe 29.000 dhe 2.950.000 lek me datën 16/11/2006 në momentin e marrjes së kredisë. Detyrimi i mbetur është 2 milion lek, i cili do bëhet pas plotësimit dokumentacionit. Tani ndëgjoni pak. Duhet të sqaroj në faqen 8, thot, se harrohen gjërat. Në faqen 8. Se në këtë apartament, kemi filluar të banojmë apartamentin që kemi porositur në vitin 2006, me 18/8/2006 e porosita, thot. Kontrat porosie, çka do thot kur ndërtohen, kur paguhen në ndërtime sipër. Në këtë apartament, thot, kam filluar të banoj në vitin 2004. A ka gënjeshtër më të turpshme se kjo? Në faqen 7, thot, e porosita apartamentin me kontrat porosie me 18/8/2006. Në faqen 8, thot, në këtë apartament kam filluar të banoj në vitin 2004. Pra, dhe kam shpenzuar 1.400.000 lek për arendimin e brendshëm. Tani dëgjoni pak tjetrën, se çfarë race mashtruesish janë këta. Se ç'përfaqëson ky që kryesoi prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Se ç'përfaqëson ky që në kushtetut përfaqëson prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Shikoj të thotë. Komisioni konstatoi, thot, se çmimi i blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Pasuria është në një nga zonat më elitare të Tiranës, diku tek liçeni i Thata, Kodra e Diellit, në atë krah atje ku janë çmimet më të kripura dhe që në atë periudhë, sipas burimeve të sigurta, kanë qenë të paktën 750-800 euro. 800 euro. Tani dëgjoni ç'thot komisioni, se çfarë vetimu kanë bërë. Komisioni thot se çmimi i blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Komisioni vlerësoi këtë çmim në raport me çmimet e tregut, kontratat e ngjashme të porosisë apo shitblerjes në këtë zonë, dhe ky çmim nuk rezulton në koston e ndërtimit. Pra, në variantin më të sigurt, nuk është shumë larg çmimi i tregut, por është në çmimin e kostos së ndërtimit. Pra, apartamenti është ble me çmimin e kostos së ndërtimit. E dëgjoni tani, ble me çmimin e kostos, prisni. Tani, kujt ja ka ble? Ja ka ble
xhaxhajt të gruas. Por xhaxhajt të gruas, Andon Pango, delinkuenti dënuar 6 vite, sepse i shiste nga 2 herë apartamentet, Altin Troplini i dërgon bodyguardin e tij për të keq trajtuar njeriu uniform, pra jo privati, të shtetit. I dërgon për të keq trajtuar 2 pensionistë që kishin paguar, kishin bler apartamentin, kishin paguar, por xhongleri Andon Pango e kishte shit përsëri diku më shtrejt. Ky i dërgon rojet e tij, që i paguan të shteti për të siguruar këtë, për të nxjerrë pensionistë nga shtëpia, për t'i keq trajtuar ata, dhe ju e keni parë të gjithë videon, dhe ju lutem në qoftë se pronart ju lejojnë, ritransmetojeni. Në rast se nuk ju lejojnë, i denanconi si mafios të fjalës së lirë. Kjo është sugjerimi juaj për ju dhe një gjë jam këtu. Mos gaboni kurrë, se unë nuk konfondoj kur gazetarët me pronarët. Harrojeni këtë. Ju mos u mashtroni nga pronarët dhe të thoni që ja si po sulmon Berisha shtypin. Jo. Unë sulmoj mafjen e fjalës së lirë si mafja më rrezikshme e planetit. E kokainës. Pra, kaq kishim për këtë. Klodiana, më falë. Klodiana, do ta shifni ju, do ta shifni radhën tjetër se Vilen Dumani, po ju lutem shumë, bëni edhe një investigim ose të pak një check-up në media, se do ketë gjëra shumë interesante. Duhet ishte sot, e kisha gati. Mirë po, doli një dokument për Guinness. Atër thash, më mirë, t'ja u paraqes medjave dokumentin për Guinness të Irenës me 5 mbiemra. Irenës me 5 mbiemra. Dhe ky dokument do t'u përcillet të gjithave ju në postën elektronike. Irena me 5 mbiemra i hapen Altin Troplini, i hapi për ta mbrojtur dosje hetimore. Dosje hetimore. E pa ditur dhe hapi dosjen. Dosjen e hapi pa emër. Pa emër. Dhe Irena thirret për dishmitare. Pra, keni paju dosje penale pa të akuzuar. Majeni mend këtë, dosje penale pa të akuzuar. Kjo është forma më e poshtër e njerëzve të antiligjit. Prit tani, ja të them çfarë ka është e bukur shumë. Po, prit i minutë. Ma e pak këto tani. Shikoni pak këtu. Ja, t'ja u këthej kështu. Le që do ja u dërgoj. A mund të imaginoni ju që dëshmia e Irenës në 2 faqe gjysëm, po, ka vetëm firmën e Irenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Ja ku e keni. Ky është dokumenti, ky është hetimi që ka bërë Altin Troplini, Irena Dumanit. Irena Dumanit. Tani, që një proces verbal, një dëshmi, do të flasë, do përgjigjet pyetjeve ai që është thirrur pa diskutim. Por që hetuesit Tomi Gramo dhe Elton Kërluku nuk e kanë firmosur. Është për Guinness miq. Dosje gjyqësore dërguar në gjykat. Pse se kanë firmosur?
s'kan dash të firmosin mashtrimet e Irenës me 5.000 emra. Mos ndoshta është ndërru. Pse? Jo, shpet gjitha ato, jo, zoti së ndrua zja këtu, i ka të... Mos ndoshta është ndërru dhe si kanë gjetë mu hetusi ta firmoshin. Kush ndrua hetusi? Jo, është ndërru deklarimi. Ato çka ndodh, këtë s'mund të them, bravo, edhe kjo mund tjetë. Çdo gjë mund tjetë. Por në planet, një dosje në të cilën të ketë të jetë thirrur për dëshmin prokurori dhe të ketë dëshmuar vetëm i thirruri, dëshmitar është thirrur, dhe të mos jenë ata që i bën pyetje, të mos kenë firmat, është rasti unik Irena me 5.000 emra. Shikoni se çfarë, dhe kjo dosje është dërguar në gjykatë, po si është dërguar në gjykatë, thonë ju? Sekret. Çfarë sekreti? Sekret maskaralleqit e tyre, turpin e tyre. Sekret. Po kanë turp ta, s'di që shtu. Keni drejta në zoti Berisha ta tërhiqni në cilësinë e kallëzuesit. Urdhë? Në cilësinë e kallëzuesit ju keni drejtë që ta tërhiqni dosjen, kështu që mund të jetë sekret për faqe. Jo, e kanë shkruar sekret aty. Më falni minutë. Jo, 1 minutë. Sekret duke besuar se unë nuk do t'ja u bëj të ditur gazetarëve këte. Po si të mos ja u bëj ju të ditur këte? Që kjo është për Guinness. Kjo është për Guinness, zotëri. Në fakt, keni një dosje tjetër, zoti Berisha, sekret për zonjën Balluku dhe Partia Demokratike nuk po e bën të ditur. Po, pra ta po them unë mbani ty. 2 standarde në rast Ta të them unë ty. ju e thoni këtë. Ta them unë ty. Në atë dosjen Balluku të garantojnë ty që po t'ishte Sali Berisha paditësi në mënyrë absolute do t'a bëja sekret. Këtu jam palu. Te kjo dosje jam pal. Aty unë jam i detyruar, kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, nuk ju kërkoj, pse? Ka i gjatë shumë të madh. Aty ka bashkëpunëtorë të drejtësisë. Dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kur që ata të tradhtohen. Jo. Për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar. Pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Dhe edhe një ata që kërkojnë që ne të nxjerrim në treg të penduarit dhe dëshmitarët e drejtësisë, ata gabohen s'do ta gjejnë kurrë këte, sepse ne mund të kemi me individ caktur, por ne jemi për procesin e hetimit mbështetje të plot dhe totale dhe ne vlerësojmë cilin do që kontribon. Tani, si më thua mua, të marru të nxjerr dëshmitarët e drejtësisë në pazar. Po artikuloni ju për herë të parë, Jo. Berisha që ka bashkëpunëtor të drejtësisë. Jo, e kam thënë dhe përpara. Klodiana, e kam thënë. Në këtë mënyrë jo. Mos tha, do të thënë, prit, mase po unë di që e kam thënë. Aty ka dëshmitar, ka të penduar të drejtësisë. Dhe unë nuk jam kurrë që të dalin të penduarit të drejtësisë, përkundrazi jam për mbrojtjen e tyre më të plotë. Nuk mund ndodh ajo. Pra, mos ta kalojmë atje tani, se shiko, kjo është mënyrë për ta shpërndar problemin tani. Au thotë, mirë po s'ka gjë. Tani shikoni, dosja për Irena Gjokën. Dëshmia e Irenës është pa miratimin e asnjë hetuesi. Dhe fuqia e Irenës është e tillë mbi Dumanin, sa ai e merr dhe e përcjell në gjykatë dosjen në këtë mënyrë, duke ditur që ky është një krim, duke ditur që ky është një turp, duke ditur që ky është një akt i papërgjegjshëm. Dhe i vën aty sekret. Çfarë sekreti? Unë ftoj gjykatën ta kthej dosjen për hetim, të refuzoj një dokument të tillë të turpshëm që nuk ekziston në asnjë dosje gjyqësore në botë, përveç se në dosjen e përgatitur nga Dumani dhe dorëzuar në skap. Pyetje tash. Këto do ju dërgohen ju me postë elektronike. Zoti Berisha ka vetëm një interes ditët e fundit, gara për kreun e Partisë Demokratike. A mund të konsiderohet garë kur është vetëm një person
që synon këtë post? Shumë bukur. Së pari, edhe një herë, Partia Demokratike, po sikur ta lam për jo këtu po atje, këtë çështje ta vazhdojmë atje sepse është problemi që këtu e kam përqendruar të gjithë komunikimin me media në dy persona dhe do kaloj edhe tek ndonjë tjetër, tek Altin Dumani, i cili për këto do paditet, do ngrihet paditë, po, dhe tek Irena me shumë mbiemra, e cila u padit dhe e kaloi. A e dini ju që Irena ka marrë 3 pasaporta nga viti 2004 në 2007? Ndrrimi i pasaportave, ndrrimi i emrave ka qenë profesioni i saj. I pas ka bon qeverinë tuaj. Po pse me kate fare ka qenë qeveria ime thuti? Po ka ndodhur ajo ka korruptuar në një ajo, pa diskutim. Shoh mbiemrin zoti Berisha nuk është në një shkelje e madhe. Jo, ato i mbiema, jo, prit, jo, mje keq. Po të ndryshon mbiemrin, Të lutem, pavarësisht qëllimi që un kam për zonjën Me Gjoka. qenë se mbiemri nuk është krim. Klodiana, Është drejt. jo, absolutisht, po problemi është këtu. Mbiemrin e parë ka ndryshuar në 88, me qenë se po hyn në ashtu. Se fole për qeveri. Mbiemrin e dytë, ju keni patur shumë mëkate si qeveri. prit, mbiemrin e dytë e ka ndryshuar në 88 të parë, të dytin në 91-shin, 92-shin, të tretin në 94. Pasaportat i kanë nxjerrë nga 2004 në 2007 ka 3 pasaporta. Tani o shiste pasaporta kjo. Ose çfarë bënte kjo me pasaporta, hajde me rrini vesh ju, Anton. Po cilë me gjeni një shqiptar ju, edhe kur ju bëj pyetjet, ju lutem i merrni në mënyrën më anodine. Ju pyeta unë, me gjeni një zyrtar të ketë në rrogën e tij 4 apartamente, ju nuk u ndal. Tani me futet mua tek Dumani, t'ja u zbërthej komplet Dumanin unë. Tani me gjeni një zyrtar që në 3 vite ka marrë në 4 vite ka marrë 3 pasaporta, kjo quhet vetëm Irena Gjoka, e cila ose i ka shit këto pasaporta, ose çfarë ka bërë, por nuk ka deklarata se i ka humbur pasaporta. Doktor, Zoti Berisha, ka ndajnë vetëm disa orë nga një vendim i gjykatës së lartë për para burgimet në mbledhjen e thirrur nga zoti Sokol Sadushi, kryegjyqtarit, cilat janë pritshmëritë tuaja? Do zbatoj urdhrat. Sadushi është një vegël e damkosur e Edi Rams dhe e tëra kjo ndodh për të lehtësuar eksponentët e partisë krimit. Nuk ka asgjë të përbashkët me qytetarët. Është e tëra një lehtësim që bëhet për eksponentët e partisë së krimit. doktor, ju disponojnë një tjetër dosje që është dosja Akshi, edhe aty ka dëshmitar drejtësia. Jo, nuk e disponojnë dosën e Akshit. Eksakte. Por dosën e Akshit, si të dini ju, unë, jo, do më thënë, të paktën 3 ose 4 herë kam denoncuar pegmarrjen e Daniel Ships. Kur nuk kam patur djeni për pegmarrjen e Geron Meçës, e kam mësuar më vonë për Geron Meçën. Por Përmendje sërish gjafën, doktor, mund të shkosh në burg. urdhë, Po e përmendje sërish Geron Gjafën, ekziston risku të shkosh në burg. Se Pse? kështu ndodhi me Saliani. pse? Se te për pejmarrjen. Ai ishte burgim politik, e kam thënë dhe e them, nuk ka asnjë lloj diskutimi dhe Fatmir Xhafa është po aq fajtor sa i vllai i tij, që e mori e paketoi, asaj unë i qendroj plotësisht. Nuk ka asnjë lëvizje nga ato pikpamje që kam shprehur dhe i shpreh në parlament. Por për Geron Meçën e kam mësuar më vonë. Për këtë Megi me mbiemër gjerman, edhe këtë e kam mësuar më vonë. Ka paguar 1 milion. Por një gjë do t'u them, nga burime serioze, absolutisht serioze, të huaja, këto që ne dim për Akshin janë as 10% e asaj dosje. Nuk mund të imagjinoni ju
videot, filmat, fotot që ekzistojnë aty, Që ju i keni parë? jo, po të kisha patje është i bindur që i nxirja, I ke patur? për Edi Ramen dhe anturazhin e tij më të afërt. Aty përdoreshin maska, paruke për të futur, bëheshin gjëra që të kalojnë imagjinatën e tjerë e tjerë. Por ajo dosje, me sa duket, po këtu në SPAK nuk po veprohet, janë tentohet të mbyllet, po fatmirësisht që ajo dosje ekziston edhe në vende tjera. Zoti Berisha, do paraqisni një kërkesë për shuarin e masës së sigurisë? Kush të tha? Aja ke marrë vesh ti që unë e kam paraqit kërkesën dhe ma ka refuzue, dhe unë e zbatoj masën e sigurisë me seriozitet të madh biles edhe vi këtu bëj dhe konferencë shtypi. Po, që nuk e keni paraqitur, prandaj po pyes. kam paraqit, ka kaluar në të gjitha fazat, ta pyes avokatin nëse ka kaluar në gjykatë kushtetuese, po me sa di unë dhe atje se i kanë të gatshme, përgjigjet për mua i kanë imediate. Urdhë? Berisha, nuk e pengon ta bësh sërish kërkesën? Jo, po nuk mund përsërisësh të njëjtën. Ka lezetuar ardhan SPAK 2 herë në muaj. Urdhë? Ka lezetuar ardhan SPAK 2 herë në muaj. Tani unë e përdor këtë ardhje timen për të informuar qytetarët, për të bërë transparencë, sepse mediat për fat të keq shumë gjëra nuk u thonë. Me lejoni jemi këtu vetëm një moment. Qytetarët shqiptarët kanë dëgjuar miliona herë reforme e drejtësisë, reforme e drejtësisë, reforme e drejtësisë. Qytetarët shqiptarë nuk kanë dëgjuar më shumë se një herë ose asnjëherë 200.000 dosje stok të pagjykuara, qytetarët shqiptarët nuk kanë dëgjuar nga mediat, nuk ka emisione, se nuk i lejojnë pronar me urdhër të qeverisë, jo se nuk duhen gazetarë. Se për të bërë një vendim, gjykatësit i duhen 1300 ditë. Vendim për të zbarë një vendim, për të zbarë një vendim. Sepse një gjykatës ka 1000 vendime të pasbardhura. Këto mediat nuk ja u thoni. Prandaj jam unë këtu për t'ja u thënë nëpërmjet këtyre konferencave. Pronarët e mediave ja u fshehin këto. Sepse prit të lutem, shiko, gazetarëve vetëm një lutje kam. Mos u bëni zëdhënës të pronarëve se nuk Pronari ndërtuat ju, po, doktor. jo, prit të lutem. Qeveria ju bën nga pronari. Edhe Top Channelit i dhash licencën kombëtare, sepse unë nuk udhëhiqem nga urrëtie apo keq përdorimi mediave. Për ato që kanë bërë, unë respektoj mediat e lira, po kur Top Channeli shndrohet në Top Tunel, përgjegjësia ime është, s'është përgjegjësia ime. Prandaj i them këto. Pra, të dashur qytetarë, ndigjoni se u flasin, një minutë, ju flasin 1 milion herë reforma për drejtësi, dhe njeriu thot, çfarë është kjo, çfarë që kjo ka që mirë, ka që shumë. Dhe nuk u thonë se reforma për drejtësi ka lënë qytetarët pa gjykata, pa proces gjyqësor. I detyrohen të presin 15 vite për një dosje, detyrohen të paguajnë qimet e kokës për të afruar hetimin, detyrohen të vinë nga Tropoja, nga Konispoli, në Tiranë për gjyqin e apelit. Është për organizimi më i keq që ka bërë. Nuk merren, pra e kuptoni apo jo, përdorin termin e qeverisë dhe të Tiranë, se reforma për drejtësi është unike në botë, se reforma për drejtësi është kjo dhe ajo, se reforma për drejtësi i la qytetarët pa drejtësi, këtë nuk e thonë dot, sepse pronari duhet marrë tendra, se pronari duhet marrë ndërtesa, se pronari duhet marrë lehtësime me taksa. Ndaj dhe kjo po e përlajmëroj këtu. Kjo do jetë një betejë e vazhdueshme e Sali Berishës,
absolutisht jo me gazetar, jo, gazetarët janë të autorizuar në opinionet e tyre të thonë ç'të donë për Sali Berishën. Ç'të duan, asnjë kufizim. Por interesi publik është interes publik. Urdo? Mbështetjen nga burgu 313. Një përshtetjet për zemërt. Po, qytetarë ata kanë të drejtat e tyre ata. Ata u shkelmohen të drejta. Pra, urdo, pse përshtetsin ata? Sepse vendimi, sepse gjykatësi, a e dini që bëjnë? E kapin këtu, e gjajnë me 2 gram kanabis, e plasin aty, i japin vendimin, e plasin 100 ditë, 200 ditë, nuk zbardhet vendimi dhe ai mbetet në paravurgim aty. Dhe tani jo, Pilati që e krijoi këtë situatë, Edi Rama rrin dhe i kritikon, thot. Po si ka mundësi, thot, u mbushën burgjet me të paraburgosur. Po të paraburgosur i mbushet ti, sepse i mbushet ti të paraburgosur, sepse bëre e sollën në atë mënyrë sa një gjykatësi të vonoi 1300 ditë vendimin për ta zbardhur. Dhe tani ne po i bëjmë me inteligjencë artificiale. Ju jeni në drejtën tuaj si politikan, zoti Berisha, të bëni debate edhe me pronarët e mediave. Ama këtu të mos u bëj protokolli. Le kanë avokatë, ata nuk do të jenë deri në fund fjalin, po duhet ndërsa ta mbaroj që ta kuptosh. Dakor. Por unë mendoj që betejë juaj kryesore duhet të jetë me Edi Ramën dhe atë që e konsideroni si regjim apo jo. Më fal. Ka njëri që ti qëndroj me ashpër regjimin dhe Edi Ramën se u? Asnjëri. Por jo, absolutisht. Mirë, gjë. Asnjëri. Dhe në mënyrë të përditshme. Dhe jo vetëm këtu, por në mbar botën. Por anë të ti, gjuha e Edi Ramës, janë bërë është transmetuar, është shtruar në proces të korruptimit të gjuhës shqipe. Ju lutem, korruptimi i gjuhës është akti më i rëndë që mund të ekzistojë. Urdhë pra, merr fjalën, reforma për drejtësi. Reforma për drejtësi dhe qytetarë thonë, reforma për drejtësi që i da pa drejtësi. Këtë duhet, nuk ja u thonë mediat këtë. Nuk ja u thonë që dosja pret 15 vite për të gjykuar. Nuk ja u thonë se gjykatësi ka 1000 vendime të pazbardhura dhe qytetarët janë në burg. Këto nuk u thuhen. Ndaj dhe unë do e kam mision këtë. Unë vazhdoj me misionin tim. Nuk lëkundëm unë një gjë që unë e kam mision dhe siç luftoj mafjen më të rrezikshme që Edi Ramës shtetërore, do luftoj dhe mafjen e fjalës së lirë. E di ç'thot Konfuci? Konfuci thot: kur fjalët humbasin kuptimin, qytetarët kanë humbur liri. Dhe këtë mos harroni kurrë. Në datën 8 maj ndihmoni protestën e radhës. 8 maj. Po të premten, keni ndonjë strategji tjetër për ajo do komunikohet sapo të shifet e domosdoshme. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim drejt për së drejti me pamjet nga fjala e zotit Berisha me njëherë pas daljes nga ambientet brendshme të prokurisë së posaçme. Zoti Berisha ka qenë i shoqëruar së bashku me avokatin Genci Gjokutaj, me cilin me sa duket ka edhe një komunikim në këto momente. Kam përshtypjen që zoti Gjokutaj ka diçka për gazetarët, paktën nga ajo çfarë po kuptohet edhe nga komunikimi i zotit Berisha me kolegët tanë që ndodhen atje, pra në dyert e prokurisë së posaçme. Zoti Berisha ka folur ditën e sotme në